Përshëndetje miqtë e mi të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në kanalin ton funkidscollection.com, ku sot ne do t'ju paraqesim një tjetër video. Radhën për sot e ka ky komplet me plastelin, princesha Ariel dhe shoqet e saja të poshtë detit. Dhe tani është radha që ta hapim kutin dhe të shohim se çfarë ka brenda. Dhe këtu kemi çdo gjë jashtë nga kutia. Kjo është princesha Ariel. Princi Erik. Ne do të bëjmë princ Erikun me plastelin. Ky është Flounder Bukuroshi. Gjithashtu këtu kemi stampën me të cilën ne do të stampojmë Flounder. Form me të cilën ne do të formojmë bishtin e princesh Arielit. Shumë detaje këtu. Gjithashtu mbi këtë form ka dhe një lule të cilën ne do e krijojmë me plastelin. Thick. Një form tjetër dhe shumë forma të ndryshme këtu. Varse, guack, piru. Këto 4 kuti me plastelin ishin gjithashtu të përfshira në kuti. Jeshile me xixa, levando, roz dhe kuqe. Në fillim, ne do të krijojmë bishtin e princesh Ariel. Për këtë, ne do të përdorim plastelinën jeshile me xixa. E shtypim fort që të na formohen të gjithë detajet më të vogla mbi bishtin e saj. Këtu kemi bishtin e Arielit dhe tani le ta dekorojmë. Për këtë, ne përdorim ngjyrën lavando. Le të përgatisim një varse roz për princesh Arielin.
Tani le të dekorojmë fundin e bishtit të saj. Le të krijojmë një lule të vogël për kokën e saj. Dhe është gati. Edhe tani do të bëjmë që barishtet e detit të rriten. Për këtë, ne do të përdorim plastelin të kuqe. Ne sa po krijuam Sebastianin e vogël, shokun e Arielit. E vendosim mbi dorën e saj. Dhe tani le të stampojmë flounder. E shikoni, ne sapo kemi stampuar flounder mbi një plastelin roz. Ju shkon mendja se kë do të bëjmë tjetrin? Tjetri është Princ Eriku. Për këtë, ne do të përdorim plastelin ngjyrë lavanda. Këtu kemi Prince Eric. Dhe mbasi mbaruam me bishtin e princesh Arielit dhe me Prince Erikun, tani është koha që të shndërrojmë këto princesha në Sirena Uji. Ne do të shndërrojmë mbretëresh Elsën, princesh Anën dhe princesh Hirushen në Sirena Uji. Le të fillojmë me princesh Hirushen dhe për këtë ne do të përdorim plastelin të kaltër.
Dhe fustani i Hirushës si një sirene detit është i gjithë i kompletuar dhe i mbaruar. Dhe tani le të bëjmë bishtin e mbretëresh Elsës. Për këtë ne do të përdorim të kuqe. Dhe këtu sa po kemi përfunduar fustanin e sirene Elsës. Dhe tani është radha që të shndërrojmë princesh Anën në një siren deti. Dhe për këtë do të përdorim plastelinën Leila. Dhe kostumi si një sirenë uji i princesh Anës është gati. Dhe kjo pra vogëlush të vegjël ishte çdo gjë ne kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video me plastelin dhe me princesha. Gjithashtu, mos harroni të lini komentin tuaj në kutinë poshtë videos dhe të na tregoni se cila sirene ujit ju pëlqeu më shumë. Deri në videon tjetër, mirupafshim!